Pra morëm aspektin kur vjera bën padrejtësi. Tani marrim aspektin kur nusja është ajo që le të themi ka disa mangësira. Për shembull nuk din të gatuj, nuk din të bëjnë punë të shtëpisë. Ky rast si mund zgjidhet pra? Tani ky është një problem masiv sot. Kanë përdorin shumë Hanefit mimma ammet bihil belua. Do të thonë një sprov masive. Kjo është një sprov masive. Ferra urat në fat populli. Kur merr ferra urat. Ka marr ferra uratën. Pra ideja është kjo puna e gocave të reja të cilat nuk ja kanë haberin për shembull gatimit apo pastrimit. Tani këto vjerrat kanë dhe gocat e veta të shtëpia e vet. Vallë gocat e veta në shtëpiat e tyre janë perfeksion në gatim, në pastrim larje, kështu është edhe kjo gocë që ka në shtëpi tani. Për këtë arsye do të thonë, duhet parë nusa si një gocë e shtuar në shtëpi. Ashtu si shifet dhondri, le të themi si një çun i shtuar në shtëpi, kështu duhet parë dhe goca nusja si një gocë e shtuar në shtëpi. Pra ka nevojë të mësohet, ka nevojë të orientohet, sepse nuk është problemi se do të gatuj pastaj për familjen dhe ta kthejmë shërbetore. Problemi është se nesër pas nesër këta do të dalin vete për shembull. Nesër pas nesër ja vdiq vjera për shembull, ose kunata u martua, domethënë kush do të merret me punë të shtëpisë? Apo filloi pushtimi i morrave dhe i pleshtave për shtëpinë. Kështu që është normale që momentin që nuk e ka le të themi atë kulturën e duhur të mënyrës se si gatuhet, mënyrës se si pastrohet etj. Vjera e mirë bën rolin e nënës. Edhe e këshillon, e orienton. Pra kjo është ideja, domethënë, sepse është normale tani që një vajzë e re le të themi sot malesh i thonë arab, si më thënë ballall, po është e vështirë që të gjesh një gocë, një vajzë e cila është mbi 23 vjeç, domethënë që t'ia japi hakun këtyre gjërave, sepse shkolla, teknologjia, dhe ku dëgjon, domethënë ka ndryshuar kushtet e jetës. Po rriten në trup dhe po piqen le të themi në pjesën hormonale dhe gjithçka, ndërkohë që në pjesën kulturore ose në pjesën le të themi në pjesën edukative janë shumë mbrapa të lejnë për të dëshiruar në mënyrën se si komunikojnë, në mënyrën se si flasin, në mënyrën se si domethënë nuk ja thon fare artit të gatimit etj. Maj mend për shembull kohët e më përpashme, mbas komunizmit dhe para situatës që ne jemi sot. Mbaj mend që kur gocat martoheshin, në përgjithësi merreshin me vete libra gatimi. Pra ishte edukata që duhet me qenë e kujdesshme, duhet me gatu, duhet me bërë diçka. Okej, për shembull vjera gatuan, po edhe ti si nuse bën diçka më të veçantë, shton ti diçka. Domethënë duhet të jetë kjo në edukat, duhet të jetë e ushqyer kjo gjëja pra tek vajza që kur të bëhet nuse duhet parë dhe kjo gjëja domethënë.